do kemi zgjedhje të reja në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese? Partitë politike, liderët politik janë duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Nga ky vendim do të varet gjithçka se si do të zhvillohen më pastaj ngjarjet. Nëse shkohet në zgjedhjet parakohshme, është një gabim shumë i madh, edhe do të ishte një dështim i sistemit tonë kushtetues, sepse zgjedhjet e fundit e kanë nxjerrë një fitues. Dhe pikërisht nga kushtetuta i cila nuk i ka të saksuara shumë gjona, është shumë e padrejtë që fituesit i merret fitoria nga dora. Zgjedhjet janë mojt, e kanë determinu një fitues dhe ai fitues duhet të gëzoj qeverisjen e vet. Nuk ka mundësi tash pala humbse të ketë aq fuqi sa t'ja merr fitoren fituesit dhe të na çojë vendin në zgjedhje pse ajo është e paknoqur. Humbsi duhet të ketë vendin e humbsit dhe të përgatitet me programet e veta, me strategjitë e veta për zgjedhjet e ardhshme për të ardhur në pushtet. Dhe këtu kushtetuta kalon shumë zbrastira në këtë drejtim. Nuk ka mundësi që ne të shkojmë në zgjedhje se nuk po zgjidhet presidenti. Dhe imagjinojmë se fiton pala tjetër në zgjedhjet e ardhshme dhe prap nuk i ka mbi 80 vota për të zgjedhur presidentin dhe pala humbse tash po e nxon vetvendosja, nuk ja voton. Atëherë cili do të jetë zgjidhja, prap zgjedhjet e reja? Këtu ka ardhur Kosova në një ngërç për shkak të përcaktimeve kushtetuese dhe duhet të bëjë këtë ndryshim. Mençuria e liderëve politik duhet jetë, edhe nëse shkohet në zgjedhjet e parakohshme, duhet të merren vesh se si do të zgjidhet presidenti në të ardhmen. Ose duhet bëhet një vendim që në 3 raste deputetët e Kosovës janë të detyruar të qëndrojnë në sallë, kur zgjedhet kryetari i kuvendit dhe kryesia, kur zgjedhet kryeministri dhe qeveria dhe kur zgjedhet presidenti. Këto 3 obligime nuk e cënojnë të drejtën e deputetit për të marrë pjesë në seanca ose për të mos marrë. Një deputet i vendit i zgjedhur nga populli në shtetin e vet që nuk merr pjesë në këto 3 seanca, atëherë pse duhet jetë ai deputet? Dhe duhet jetë sankcionuar, e humb mandatin. Dhe Kosova shlirohet prej këtij ngërçi. Nuk ka mundësi tash fitoren e ardhshme nëse shkojmë zgjedhje të lira parakohshme ta merr dikush me 81 deputet. Se pa mundur në konstelacionin që e kemi. Atëherë çka i bjen? I bjen se dikush shumë vite më herët, kur e ka hartu këtë kushtetut, e ka mendu si të zgjedh një mekanizëm, të përcakton një mekanizëm me cilën shqiptarët do të merren me vetvete dhe do të harxojnë energji duke u sjell mrena oborrit vet, pa gjetë drejtimin e zhvillimit, përparimit, të avancimit edhe të emancipimit. Këto duhet ta kuptoj klasa politike dhe ta jap zgjidhjen bashkë me ekspertët konstitucionalistë. A do ta bëjnë që me zgjedh në parlament, si thashon presidentin, me një ndryshim të vogël ligjor, apo do të ndrojnë kushtetutën për të zgjedh presidentin me vot nga populli, po pa i shtu ingerencat, për të ruajtur karakterin parlamentar të Republikës tonë, të japin garancione me shkrim alatëve tonë perëndimor që na kanë ndihmuar për pavarësinë e vendit, se zgjedhja apo ndryshimi kësaj pike të kushtetutës nuk cënon të drejtat e komunitetit serb, sepse tërë kushtetuta jonë në çdo nen e ka problem mos cënimin e të drejtave të komunitetit serb, sepse na e dim që teoretikisht nuk ka gjosa me votat të deputetëve të Kosovës në të ardhmen një kandidat serb të bëhet presidenti i Kosovës. Ai ka drejtën të konkurrojë edhe të propozohen kandidat, mirë, po gjosat teoretikisht dhe praktikisht janë të vogla. Atëherë duhet na kuptojnë edhe alatët perëndimor se me një ndryshim të tillë nuk preken të drejtat esenciale të komunitetit serb në Kosovë dhe kështu ta zgjidhim një herë mirë. Sepse të gjithë këto çka po flasim tash, të gjithë teoricianët, analistët, opinionistët, profesorët
Edhe ata që kanë marrë pjesë në hartimin e kushtetutës se sot na bën prapë të meshur dhe na shesin zgjidhjet e tyre, propozimet e tyre se si duhet të zgjidhet problemi i presidentës, duhet ta kuptojnë se këto janë pasoja të shkrimit dhe përmbajtjes e atyre neneve që janë bërë para 20, më falni, para sa pi bjen tash 17 viteve apo edhe tash duhet të merret kjo seriozisht, kjo duhet jetë e barabartë në një projekt kombëtar politik dhe të gjenë konsenzus partitë politike bashkë me konstitucionalistë dhe ta japin këtë zgjidhje. Sepse ne jemi duke u marrë vetëm me pasojat. Me pjesën e parë të përgjigjes, në mos gaboj kuptova që në gjykimin tuaj Vjosa Osmani ka bërë gabim me dekretin që firmosi për shpërndarjen e parlamentit, por a ka luksin Kosova që ta humbi presidente amerikane në këtë raport që ka krijuar tani me presidentin Trump? Këto janë mendimet personale të opinionistëve dhe të analistëve. Ajo e ka pas për detyrë që t'jetë pro-amerikane. Se Amerika është aleati ynë kryesor, është aleati ynë strategjik. Iku kjo punë, këtu përfundon diskutimi rreth kësaj teme. Pse presidenti Arshëm që do t'jetë i Kosovës që do të zgjidhet pas Vjosës, çfarë do t'jetë ai? Edhe ai do t'jetë pro-amerikan. Ne duhet të mësohemi se qeveritë tona, po mendojmë presidentët dhe kryeministrat, ministrat e jashtëm, kryetarët e kuvendit, ta kanë për të përfaqësuar interesat nacionale dhe shtetërore të Kosovës. Orientimi im strategjik është perëndimi NATO edhe është aleanca me SBA. Çdo zgjedhje tjetër nuk e pranon populli i Kosovës, nuk e pranon qytetari i Kosovës. Është vetëm sa për të nxjerrë temë. Nuk është ky shqetësim i joni as i popullit të Kosovës. Ata kanë problemin kush për të qenë president. Vjosa ka qenë njëherë, ka qenë presidente e zonja, ka bërë shumë veprime të mira të dobishme, por e ka pas për detyrë, për shtetin e vet, për vendin e vet. Çfarë ka një president, çfarë obligime ka ndaj shtetit vet? Çto, ti kryj si i ka kryj Vjosa, shumë bukur. Nuk është konstelacioni politik, nuk është s'ka qenë fuqia politike, ashtu s'pokut si na thonë nga VV-ja dhe nga guxot tjerë. Dhe nuk është gjetë gatishmëria për ta bërë Vjosa Osmanin presidente. Ndoshta opozita ka një strategji edhe më të gjatë. Edhe ta kishte qitë Vjosa Osmanin, nuk ta kishte votu. Edhe konto që ta qetë nuk ta voton. Dhe këto na jep të drejtë të konkludojmë kështu, sepse e kemi parë nga bisedimet që kanë pas VV-ja me PDK-n dhe LDK-n, si dy forca më opozitore, të shkosh në biseda politike, edhe të mos qosh emra konkret të kandidatëve, po të kërkojsh garanca se ata dy emra të panjohur, të jenë kandidatë tu dhe të votohen dhe ti të mos e din, kjo është me të vënë një kusht ty që ti nuk e pranon. Sepse edhe unë nuk po du me të ndihmu për me zgjedh presidentin, kanë zgjedh një strategji të tillë duke menduar se kështu e zhvlerësojnë Albin Kurtin edhe VV-n dhe në zgjedhjet e ardhshme do ta zvoglojnë më shumë. Zoti Shala, unë falenderoj shumë për bisedën, për gjitha çështjet që trajtuam, me shpresën që këto procese do të mbyllen shpejt. Edhe Kosova nuk do të humb as fondet nga Bashkimi Evropian që mbetën pa kaluar në kuvend, por edhe projekti për ta përmbyllur, po e them edhe fjalinë e fundit, unë mendoj se klasa politike jonë, liderët politik kanë mësuar shumë prej një viti që patëm ne blokadash dhe kundër blokadash. Prandaj ata do të kenë guximin që të komunikojnë mes vete dhe të gjenë një zgjidhje konsensuale dhe mos ta çojnë vendin në zgjedhje të reja. Që do gjendet një zgjidhje pas zgjedhjeve të reja. Nëse kushtetuesja ju jep një afat për të bërë këtë zgjidhje, unë kam bindjen se klasa politike, liderët politik, partitë politike do ta gjojnë këtë zgjidhje, sepse edhe ata kanë kuptuar se zgjedhjet nuk janë zgjidhja më e mirë. Dhe uroj që të ulen bashkë liderët politik në Kosovë dhe të arrijnë këtë zgjidhje. Dhe të japin drejtim pastaj
procedurave të ardhshme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që o ta ketë një mekanizëm ndryshe zgjedhja e presidentit në Kuvendin e Kosovës, ose të legalizohet përmes ndrrimit kushtetutës dhe ligjeve përkohëse zgjedhja e presidentit nga populli, mirë po pa ndru ingerencat e presidentës që i ka sot me kushtetutë. Bashkohem me thirrjen tuaj që të marrin përgjegjësi sa më shpejt për fatet e shtetit. Të falenderoj shumë, zoti Shala, për mua ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë. Faleminderit edhe juve, gjithashtu edhe për mua.